Si u bë cigaria një nga zakonet më të përhapura në botë? Gjithçka filloi në fund të shekullit 19, kur u shpik makina që prodhonte miliona cigare në ditë. Cigaria u bë e lirë, e aksesueshme dhe e shpejt për të përhapur. Mes viteve 1900 dhe 1930 nisën reklamat që sot duken të pabesueshme. Fëmijë në postera, slogane familjare dhe doktorë që thoshin "More doctors, smoke camels". Industria paguante mjek dhe revista për ta bërë duhanin të dukej i sigurt, madje i shëndetshëm. Hollywood e çoi këtë edhe më larg. Aktorët e famshëm shfaqeshin duke pirë cigare. Në ekran, cigaret u bën simboli i stilit, elegancës dhe rebelimit për meshkujt dhe femrat njëkohësisht, duke i bërë të dukeshin cool dhe tërheqës. Gjatë 2 luftërave botërore, ushtarët merrnin cigare falas në çdo racion. Miliona burra u kthyen në shtëpi të varur dhe cigaret u përhapën globalisht, duke i dhënë industrisë fuqinë për të krijuar zakonin masiv. Vetëm pas viteve 1950 u provua shkencërisht rreziku i duhanit dhe në vitin 1964 SBA pranoi zyrtarisht rrezikun, por imazhi i cigareve ishte ndërtuar tashmë si simbol stili, elegance dhe rebelimi për të gjithë. Edhe sot Hollywood vazhdon ta mbajë gjallë këtë imazh, edhe pse reklamat tradicionale janë të ndaluara, cigaret shfaqen ende në filma dhe seriale, duke i bërë të duken misterioze dhe pjesë të identitetit kulturor.